Pas çdo libri të botuar, fshihet një vendim, cili botohet, cili jo dhe pse. Sot ne do të shohim rrugtimin që bën ky libër për të ardhur në duart tona. Si një ndër zërat më të rëndësishëm të botimit në Shqipëri, botuese e shtëpisë Dudaj dhe bashkëthemeluese e Shoqata Shqiptare e Librit, sot është këtu me ne për të na shpjeguar këtë rrugtim Arlinda Dudaj. Përshëndetje, kënaqësi të jesh këtu me ju sot. Shpresoj që kjo bisedë do t'ju vlej edhe bashkëmoshatarëve, rrugtarëve të kësaj rruge të vështirë që është gazetaria. Jam vërtet e kënaqur. Shumë faleminderit dhe ju që erdhët dhe vlerësoj shumë ndihmën që po na jepni dhe shpresoj t'ju pëlqejë dhe kjo bisedë dhe studioja jonë e vogël që kemi krijuar. Po, urime për këtë vend të mrekullueshëm që keni krijuar. Edhe shpresoj që të jetë vend i punës suaj ju që po mbaroni edhe të tjerëve që do të vinë më pas. Shumë faleminderit. Atëherë unë doja të nisa me një pyetje konkrete. Për shumë, domethënë për ne, libri nis në një moment që ne e marrim në dorë, e shfletojmë. Po për ju si botuese, cili është momenti që libri nis konkretisht? Atëherë, po, në fakt unë do ta shikoja si një rrugë. Edhe botimin e librit, sepse ajo që ti thua, pra libri që e ke në dorë dhe që e shfleton, është faza e fundit fare. Por pas fshihet një punë shumë e madhe, që nis në fakt që nga momenti, të paktën në raportin tim personal me librin, i imi me librin si lexuese. Domethënë, mund të jetë libër i përkthyer, libër i shkruar në origjinal pra nga shkrimtar shqiptar, por gjithsesi është ajo pjesa e parë vjen në momentin e leximit të një manuskripti, domethënë të një dorëshkrimi, thuhet në shqip. Dhe që nga ky moment krijohet pikërisht kjo lloj lidhje. Dhe në përgjithësi unë në fakt jam shumë botues kanë ato politikat e veta, çdo botues ka politikën e vet të botimit. Edhe në fakt kur ti shikon një shtëpi botuese dhe je lexues, e kupton pak a shumë se cilat libra boton, cilët autor i pëlqen të botoj një X shtëpie botuese dhe në përgjithësi pra secila shtëpi botuese ka një lloj fytyre të vetëm. Edhe në raport me mua, unë që kur e kam nisur këtë gjë, e kam nisur si një moment shumë të rëndësishëm pasioni që kam pasur për librat, kam pasur që e vogël, edhe më ka vijuar më pas, edhe kam nisur pa e ditur se çfarë ishte kjo gjë që quhej të botosh. Nuk e dija fare. Me thënë, unë jam pjesë e këtij, kam qenë studente e këtij fakulteti, jo tek pra e kësaj godine, le të themi. Kam qenë tek gjuhët e huaja dhe kam mbaruar për gjermanisht. Neve kishim ishte një moment në fakt i vështirë nga pikpamja për Shqipërinë, nga pikpamja ekonomike, sociale. Unë kam mbaruar në 2001-shin, domethënë, mendo tani nga 96-ta në 2000-shin kam mbaruar. Mendo se çfarë momenti shumë të vështirë ishte Shqipëria, dhe në fakt të ishe botuese atëherë ishte pak diçka shumë e çuditshme. Edhe si e nisa pikërisht në këtë mënyrë, të botoja librat që më pëlqenin mua. Dhe në fakt kanë qenë disa libra ku do të përmendja për shumë parfumin, apo ku di unë një botim të plot të Faikonicës që nuk ishte botuar deri atëherë, po ishte vetëm e copëzuar, pra autorë të traditës, libra pak a shumë që mua më kishin pëlqyer, i kisha lexuar edhe që mu duk interesante pikërisht kjo, dhe si piknisje ka qenë pikërisht një projekt. Prandaj them se shumë e rëndësishme kjo e lidhur dhe me atë çka ju po bëni sot. E lidhur me një projekt që ne kur isha studente në gjermanisht e bëm për 2 vjet me radhë, edhe ishte një libër që e botuam ne si student, ku secili përkthente nga një tregim, edhe i përmblodhëm aty bashkë dhe ishte rruga e vështirë drejt përkthimit. Unë kam mbaruar përkthim interpretim. Edhe rruga e vështirë drejt përkthimit, rruga drejt përkthyesit të rinj, nuk kujtohet shumë mirë titulli, por në fakt unë u mora gjithsesi gjeta një shtëpi botuese me të cilën neve u vum në lëvizje për të bërë këtë librin. Edhe kjo ishte domethënë eksperjenca e vetme, por nuk e dija se çfarë ishte të botosh. Dhe pastaj ka kaluar 25 vjet që nga 2001-shi, 25 janar 2001, kur unë në fakt themelova shtëpinë botuese Dudaj. Edhe sot jam krenare dhe jam edhe çuditur kur kthej kokën pas se çfarë është bërë. Dhe pikërisht, pra, kjo gjë ka vazhduar, pikërisht si piknisja, po ashtu ka vijuar
kjo lloj qasje që un kam. Pra unë e kam shumë të vështirë të botoj libra të cilat nuk më pëlqejnë vetë. Natyrisht tek gjërat që botoj ka gjëra që pëlqejnë shumë, ka gjëra që më pëlqejnë më pak. Natyrisht nuk është se më pëlqejnë të gjitha një lloj, por në rast se I vë emrin vulën një libri të caktuar, duhet që ai patjetër të përmbaj disa vlera apo të ketë disa arsye pse duhet botuar. Edhe këtu hyn si për shembull, sepse ne botuesit jemi edhe në një farë mënyrë kur zgjedhim të botojmë një libër, bëjmë një politik. Sepse libri nuk është një lloj si një produkt çfarëdo. Domethënë, është kur ti boton një libër dhe duhet të gjesh arsyet për ta shpjeguar pse ke botuar atë libër. Cilat janë paralelet që ti tenton të përçosh? Cilat skuta të mendjes së lexuesit kërkon të prekësh? Kështu që ka disa gjëra për te I faktit të autorëve të caktuar, sepse për shembull neve kemi një kolan e cila është pa diskutueshme dhe është ajo për shembull e shkrimtarëve nobelist. Edhe le të themi tek shkrimtarët nobelist apo të shkrimtarët që kanë bërë një emër, janë dhe të tjerë që kanë vënë si thua, I kanë vënë vulën dhe ti më pas e sjell thjesht në shqip. Por kur vendos që të botosh një autor, duhet patjetër që ti brenda vetes nuk është se ti kërkon njëri, thua cilat janë arsyet, por nëse ti më pyet pse ke botuar këtë libër, unë të di të jap një përgjigje. Sipas jush, ku fillon faza e vështirësisë ose sfida e parë në momentin që ti boton një libër, kur vjen një autor I ri dhe e ke fjalën për autorët e rinj apo në përgjithësi? Në përgjithësi, domethënë në momentin që një autor I ri vjen dhe jep një dorëshkrim, edhe ti e vendos edhe e mendon që si të duhur atë dorëshkrim, kur fillon faza e parë e vështirësisë, sfida e parë? Shiko, në fakt zakonisht kur janë autorë të rinj, ne I pranojmë me shumë kënaqësi që t'ja lexojmë dorëshkrimet. Për hir të së vërtetës më duhet ta them që në 90% të rasteve këto dorëshkrime nuk mund të botohen. Nuk mund të botohen sepse janë të pambaruara, janë të pasakta nga pikpamja gjuhësore, nuk ka një histori, domethënë shpesh herë e kemi këtë dhe ky është një siklet më I madh në fakt, shumë I madh, që ti thuash dikujt që dorëshkrimi yt nuk vlen të botohet. E cila shpesh herë na krijon dhe edhe probleme, sepse ka edhe nga ata që thonë, po pse nuk unë mendoj që e kam shkruar shumë mirë. Por për hir të vërtetës është pak e vështirë ti thuash të pranosh, domethënë që gjëja që ti ke bërë dhe është edhe ne përpiqemi që të gjejmë ato fjalët e duhura për t'ia thënë, por në atë 10% që ja vlen për të botuar, pastaj aty është një rrugë gjithashtu e gjatë përpara, zakonisht kur është një dorëshkrim I ri me përjashtim të rasteve kur ka, domethënë shkrimtar që janë gjeni, se për këtu më vjen një që nuk është shqiptar, në fakt është një Nelio Biderman. Edhe është ka është vetëm 22 vjeç, ka shkruar një libër që quhet The Lazars. Është në anglisht, po duhet parë se familja Lazar, domethënë. Dhe ka shkruar një kryevepër. Është diçka e rrallë, domethënë që 22 vjeç. Dhe zakonisht dhe unë e them këtë gjithmonë, për sa I përket talentit, talenti cili ai që është I talentuar, le themi, ka një moment që talenti do shpërthej. Është pamundur. Pse? Sepse talenti është diçka brenda nesh, po është më fort se sa njeriu. Domethënë në një mënyrë apo në tjetrën do të dalë, do të shpërthej diku. Dhe kjo mund të ndodhë në moshën 22 vjeçare, por është e rrallë. Domethënë ajo shfaqet pak më vonë, sepse ndërkohë ke kuptuar edhe se ku është talenti yt, sepse nuk është e thënë, po flasim vetëm për shkrimtarin, po flasim edhe për fusha të tjera të kulturës edhe të artit. Pra, është e rrallë. Kështu që mendoj që gjithsesi ky tekst edhe këtij shkrimtari I cili ka arritur të sjellë diçka të mirë, ka nevojë për këtë rrugën, po themi që është redaktimi, korektimi derisa të shoh dritën e botimit. Por nëse ka një gjë edhe po jap dhe si këshill, ndaj sepse mendoj që jeni në ky podcast do të ndiqet patjetër nga njerëz që shkruajnë dhe ju pëlqen të shkruajnë, është që duhet në momentin që shkruhet duhet pritur edhe kritika, duhet pranuar edhe kritika, duhet pranuar edhe mos tento, I them një shkrimtari të ri që edhe pse ke shkruar diçka të mirë, mos tento që menjëherë të shkosh edhe të botohesh dhe të dalësh si libër, sepse ky është një hap shumë I rëndësishëm. Pra cilësia e asaj që ti do nxjerrësh është një gjë shumë e rëndësishme që në fakt të jep mundësi për
për të bërë dikush një shkrimtar i mirë në të ardhmen, por një shkrimtar i mirë vërtet. Edhe që të kesh sukses në një farë mënyre. Sa kohë duhet mesatarisht që një dorëshkrim të quhet një libër? Sa kohë do duhet? Kjo është një pyetje e mirë, por kjo varet gjithmonë, këtu ka shumë është një ekuacion ku hyn shumë të panjohura, që është për shembull gjatësia e tekstit, sa korrekt dhe sa cilësor ka ardhur ai në dorën e parë. Ka shumë, domethënë ka shumë të bëj. Natyrisht mund të ketë për shembull edhe që shtëpia botuese ku ti e ke çuar dorëshkrimin mund të ketë radhë, edhe kjo është po që s'ka lidhje me tekstin. Kështu që nuk mund ta them një kohë, po mund të shkojë deri në një vit në raste caktuara. Në momentin që ty të vjen një dorëshkrim në dorë, çfarë mendon ti që thua ky ja vlen dhe ka potencial? Po, domethënë është ajo që po thoja pak më parë dhe lidhet edhe me pyetjen e parë në fakt. Shikoj, më mjafton shumë pak. Ndoshta për shkak se kam shumë eksperiencë dhe tashmë mjafton që unë të lexoj, mjafton shumë pak që të them, ky libër ka diçka. Kjo nuk do thotë që është 100% e sigurt që kjo gjëja do jetë e mirë deri në fund, por në një farë mënyre ai fillimi, edhe e thonë dhe shkrimtarët e mëdhenj, ato 20 faqet e para janë shumë të rëndësishme. Domethënë mua mjafton që të kuptoj nëse shkrimtari, autori, po nuk u them shkrimtari, se shkrimtari është një fazë, pas po autori atyre faqeve ka diçka, pra premton diçka, premton të t'jap diçka. Duhet se s'bën, edhe kjo gjë ndjehet. Domethënë një profesionist e ndjen që në faqet e para, por nuk mjafton. Domethënë pastaj më pas, në momentin që shikohet pra kjo lloj se duket ndonjëherë që po si ma zgjidh këti mua, si ma jep ti mua verdiktin pasi ke lexuar vetëm 20 faqe. Po në fakt në të vërtet mua them se më mjafton për të kuptuar nëse ja vlen apo jo, sa vlet vazhdoj apo jo, sepse mund të jetë edhe një gjë që edhe pasi shkon në fund pastaj mund të kesh prapë ato dyshimet e tua, për një farë mënyrë kuptohet. Unë do të kaloja pak tek kostoja e një libri. Sa mund të shkoj, sa shkon kostoja e një libri që Edhe kjo është prapë një pyetje që ku hyn në punë edhe shumë detaje të tjera, si për shembull gjatësia e tekstit, sa i madh është libri. Dhe këtu është natyrisht puna e redaktimit, korrektimit, faqosjes, edhe bërjes së libër, numrit të kopjeve. Do të thënë gjithmonë kanë një e drejta autorit. Është diçka që s'mund të thuhet shpeshherë është shumë e shtrenjtë, edhe shpeshherë është më pak e shtrenjtë, por nuk dua të përplas shifra koti, domethënë të cilat nuk kanë kopit, pra them varion nga libri në libër. Çfarë e bën të vështirë promovimin e një autori shqiptar krahas një autori të huaj? Mendoj që këtu nuk është se luan rol shkrimtari shqiptar apo i huaj. Okej, shqiptar, ai i huaj ka, po themi dhe atë promovimin që është bërë jashtë, nëse shumë i famshëm etj. Le themi një autor i famshëm me pak të famshëm. Luan emri, fama që ka personi. Por në momentin që po, patjetër që luan rol, patjetër. Një emër luan rol, një përkthyes luan rol, kush e promovon librin luan rol. Kur është një shkrimtar i ri, natyrisht që ka më shumë rrugë për të bërë dhe është normale. Domethënë, një shkrimtar i ri duhet të ndërtojë lexuesin e vet. Edhe kjo gjë nuk bëhet nga sot nesër, sepse në fakt ka shumë shkrimtarë të rinj që pretendojnë, po si nuk është bërë reklam në librin tim. Është një rrugë jo e shkurtër që duhet bërë. Natyrisht mediat ju keni të gjithë rolin për të promovuar nëse një libër ja vlen, edhe për të promovuar gjëra që ja vlen, sepse shpeshherë edhe Shqipëria është tipike, promovohen pafund gjëra që s'kan asnjë lloj vlere dhe ky është në fakt një bumerang, sepse në momentin që dikush e blen librin se nga reklama dhe zhgënjehet, është më keq se sa të mos e blej fare. Ti cili mendon se ndikon më shumë në promovimin e një libri? Çmimi, përmbajtja apo përhapja që i bëhet reklama? Po përmbajtja mendoj. Përmbajtja është gjëja kryesore. Nëse një libër nuk ka përmbajtje, e kot flasësh pastaj as për çmimin, të gjitha gjërat e tjera bien. Çmimi, sepse ankohen shpeshherë dhe për çmimet e librave etj. Po çmimet e librave, pavarësisht në raport me produkte të tjera, po themi, nuk është se janë aq të larta. Domethënë një libër, po them 10.000 lekë të vjetra, 1.000 lekë,
nuk është dhe kaq i shtrenjtë për kënaqësinë që ai të jep dhe për ushqimin shpirtëror që ti i jep vetes tënde në raport me çfarë mund të them, një koktel në një bar nuk e di sa kushton. 1000 lekë kushton. Në mos 1000 lekë 800 lekë. Po flas me treja tash. Se vazhdojmë. Po dua të them që se shpeshherë domethënë luhet me këtë pjesë, po pjesa e çmimit mendoj unë kur një libër ja vlen nuk është se ka ndonjë vlerë. Pastaj janë dhe bibliotekat, nuk është se mendoj mos çmimi. Ne janë dhe bibliotekat të cilat në fakt për qëllim të vërtetës ka nevojë që të pasurohen më tej, sepse i kam parë që janë gjendje shumë të varfër. Nuk e di këtu a keni ju një bibliotekë të mirë dhe të pasur. Kam dyshimet e mia për sa i përket pasurisë, por që natyrisht është shumë e rëndësishme se biblioteka është vërtet një vend ku ti kjo pastaj që thua ti për çmimin nuk hyn fare nëse ke një bibliotekë të pasur. Po. Sipas teje, cili është një zhanër i letërsisë shqiptare që po mungon më shumë dhe ose nuk po zhvillohet aq sa duhet në libra të botuar? Shiko, nuk të thoja, mendoj që po shkruhet shumë, shkruhet histori, memorialistik, shkruhet letërsi. Ajo që i mungon letërsisë shqiptare mbase do thoja, domethënë pra jo zhanre, dhe zhanret janë gjitha, ka shumë që shkruajnë poezi, ka lloj-lloj, domethënë zhanret janë nuk është se nuk eksplorohen ose nuk përdoren, janë të gjitha. Por nëse ka një që mungon letërsisë shqiptare është pak sinqeriteti, domethënë ai përballja me përballja qoftë me të shkruan, por qoftë dhe me veten tënde në momentin që shkruan. Sot bota gjithmonë po pëlqen më shumë dhe unë jam e prirur në fakt, apo do të jetë shumë e mirë natyrisht të lexoj libra që kanë një bazë të vërtetë, domethënë autofiction që quhen, autoletërsia, apo jo autoletërsia për që ti thuash unë jam kjo dhe kam bërë këtë dhe kam bërë atë. Jo, po duke rrëfyer pjesë të rëndësishme të historisë tënde që të kanë shënjuar, apo natyrisht duhet të jesh dhe plotë që të shkruash, të tregosh historinë, pra përmes historisë të tregosh historinë. Jo gjëra personale. Është shumë e vështirë në fakt sepse ka që eksplorojnë, po vjen një moment pastaj që është pikërisht kjo që mungon që them unë, ky origjinaliteti, ky sinqeriteti, edhe për të thënë që shikoj këtë gjë e bër. Për shembull, një nga shkrimtarët më të mira në këtë aspekt shqiptare, po që shkruan anglisht është Lea Ypi. Për shembull, si me të lirë dhe me të poshtruar, janë të dy libra të cilat natyrisht janë letërsi, po ka brenda edhe shumë autofiksion, pra ka shumë të bëj, ka shumë histori të saj, pra si ka para ajo gjëra të rëndësishme që janë të rëndësishme të historisë son. Dhe ka histori, ka momente sociale që janë si shtresa të cilat zbulohen. Por do të përmendja këtu shkrimtar për shembull si Annie Ernaux, që është nobelistja franceze, e cila i ka thuajse çdo histori e saj është autofiction, apo Emmanuel Carrère. Francezët janë të parët që e krijuan natyrisht Natalia Ginzburg, për shembull, që ka treguar me fjalë familjare, për shembull ka treguar momentin e ndryshimit, pra ardhjen e fashizmit në Itali, sepse flet për ato vite, dhe për se si ajo arriti, se si filluan dallimet raciale, edhe se si ajo arriti të kuptonte se ajo kishte ndier veten gjithmonë italiane, por brenda kësaj familjeje, e cila ishte ebreje, edhe ku ajo tregon edhe me histori të cilat bëjnë dhe për të qeshur, edhe janë shumë bukura, tregon pikërisht këtë historinë e vet, pra për tregon historinë përmes historisë së vet të kësaj familjeje. Etj. Ka pafundësisht shembuj të mrekullueshëm që vijnë, po mendoj që është një nga zhanret më të bukura, por që natyrisht do shumë mjeshtri të shkruari. Atëherë unë doja të bëja edhe një pyetje që ndoshta edhe për autorët e rinj që duan të provojnë të shkruajnë dhe të japin dorëshkrime, çfarë duhet të kem parasysh që të kenë një dorëshkrim sa më të përmbushur, sa më të mirë? Ajo që vëre unë tek shkrimtarët shqiptar të rinj që shkruajnë, është që duan vetëm të shkruajnë, po jo të lexojnë. Domethënë, këshilla e parë një herë është që për të bërë shkrimtar nuk mjafton vetëm talenti, po duhet të lexosh shumë, të dish çfarë kanë bërë njerëzit, të kesh atë kuriozitetin e jashtëzakonshëm që një libër i mirë të jep. Sepse shpesh herë se shikohet tendenca, ka njerëz një libër i mirë të çon te një libër tjetër i mirë. Po është
edhe kur flas gjithmonë për dashurinë për leximin, është një nga ato dashuritë që nuk pra në momentin që ti je lexues, është e pamundur të dalësh, është një kurth, është si një grop, po një grop plot dritë, do thosh ajo grop e errët. Edhe kjo gjë shpeshherë vëre tek shkrimtarit e rinj që nuk janë lexues të mirë. Dhe kjo është këshilla e parë që jap. Domethënë, natyrisht ti mund të kesh talent, se ka që kanë talent vërtet, por duhet absolutisht të lexosh. Edhe të krijosh, po të lexosh duke krijuar pastaj duke përdorur talentin tënd për të krijuar imagjinatën tënde, edhe për të sjell origjinalitetin tënd në librin që ke shkruar. E pastaj këshilla ka pafundësisht pastaj që i përkasin tekstit e tjerë, po këto janë pastaj që edhe rregullohen me kalimin e kohës, por leximi është ajo gjëja që ty të mbush. Pa lexuar nuk mund të shkruash. Nuk mendoj që ka shkrimtarë që thonë ku shkruaj nuk lexoj, po më përpara kanë lexuar pafund. Sepse nuk mund të jesh një shkrimtar pa ditur se çfarë ka shkruar një tjetër shkrimtar. Pra pa pasur këtë dashurinë e madhe për leximin. Kjo është shumë e rëndësishme. Ju keni patur një moment që jeni penduar në një dorëshkrim e keni parë dhe keni thënë që nuk më pëlqen, dhe më pas se jeni menduar dhe keni thënë që shif, se ndoshta nëse do punonin pak më shumë mund të ishte një libër shumë i mirë. Nuk e di, nuk më kujtohet ta kem pasur këtë lloj shkënjimi. Natyrisht mund të kem gabuar me siguri ka ndodhur. Po jo, më shumë mund të kenë ndodhur pendime të tipit që pse se mora më përpara ta bëja, po jo për shkakun që e kam lexuar dhe kam gabuar që tash se thua që duket një çik si delirante ta thuash, ndoshta kam gabuar, po nuk më kujtohet një libër që po them të ketë ndodhur që të kem gabuar në gjykimin tim. Që ja vlen apo se ja vlen. Natyrisht ka pasur për shembull që un kam menduar që ka qenë shumë i mirë dhe s'ka pasur shitje ose nuk është lexuar. Po kjo nuk është gabim, se në gjykimin tim ai libër ka qenë vërtet ja ka vlet, domethënë sepse jo çdo libër i mirë arrin të shkojë te lexuesi. Është dhe gabimi ynë i botuesve që nuk dim, i botuesve apo i njerëz, po gjithsesi un përpiqem që të librat i promovoj vet, po duhet patjetër që të ketë edhe zëra të tjerë, dhe këta jeni ju në fakt, lexuesit. Atëherë mund të falenderoj shumë për këtë bisedë. Shpresoj që të dukur dhe ty e këndshme, sepse mua më shijoj shumë. Ishte një bisedë e ngrohtë e këndshme. Na tregove shumë për një pjesë të librit që ne nuk e njohim dhe nuk e shohim dot. Dhe që ndave eksperiencën tënde me ne. Bashkë do të shihemi në një episod tjetër në një podcast tjetër, ku do të flasim pra akoma për rrugtimin e librit. Deri atëherë na bën një like dhe një subscribe. Faleminderit.